Përshëndetje miq të dashur. Shkojmë me videon e radhës për Kajtazin, sepse e pas kanë qitë një video, këshe që Kajtazin nuk ka thonë që OÇK-ja ka kryer krime. Por, ta nuk pe din, nuk pe llogarisin, që arkivat jesin, kush çka ka fol. Domethënë mund me gjetë ku të dush. Sidomos në YouTube, Facebook, ku të dush, gjithandaj. Kështu që me që shkojna me videon të ndëgjojmë, të diskutojmë së bashku, lutem. Në studio dhe në plot vena, po OÇK-ja ka kryer krime lufte. Këtë klip asë 10 sekonda të gjatë, mund ta keni parë disa herë gjatë kësaj jave. Ai e shfaq gazetarin Vepi Kajtazin në një deklaratë të dhënë para gati 4 vitesh në emisionin Debat Plus në televizionin Dugagjini. Është një sekuencë e prerë qëllimshëm nga Do me thonë, videon e pas kam prej, edhe e kam manipulu, po në kusht e vërtet, sepse une do montoj, do shmontoj, po keni durim deri në fund e të ndëgjojmë që. Eksponent të lidhur me vetëvendosjen, i cili tregon një tentim manipulimi për të krijuar përshtypjen se Gjoja gazetari Vepi Kajtazi e akuzon të ushtrinë çlirimtare të Kosovës si strukturë për krime të kryera gjatë dhe pas lufte, ndërsa Rena ka zhurmuar shpejt, e vërteta flet me fakte dhe atë do ta shpalosim më tej. Në këtë material mjafton të kthehemi te deklaratat e gazetarit Vepi Kajtazi, të dhëna në emisionin e njëjtë rreth 4 vjet më parë dhe t'i prezantojmë ato të paprera. Në këtë emision ishim me ish sekretarin organizatës së veteranëve të OÇK-s dhe një ish epror të OÇK-s. Gazetari argumenton se përgjegjësia komanduese për krimet e luftës, me të cilën ish krerët e luftës ngarkuan nga prokuroria e Hagës, paraqet një absurditet të llojit të vet. Kajtazi e bën një dallim të qartë. Po, kanë ndodhur krime të kryera nga individ. Jo, OÇK-ja nuk mund të ngarkohet me fakt. Jo, ky thot OÇK-ja ka kry krime. Nuk e përmen me emën, no? Ato. Por, thot, OÇK-ja ka kry krime. Kjo është boll, s'ka nevojë më shumë e diskutu. Po shkojna me që. Për krime të kryera, si strukturë. Po të merremi me do sanë tjera, të merremi me këta këtu. A kanë... Ky gazetari s'po di ose çfarë është, pe di kush është, çish po i pëlqen. Herë kështu, ja, s'ka është. O kështu. Nuk ka me këthy që dushti. Shkojnë amiq? A ka mas pari përgjithësi komanduse? A janë 2 procese gjyqësore në Hagë të cilat e kanë rëzu përgjithësinë komanduse? Thjeshta për janë sanat? Thjeshta. Shumë thjeshta. 2 procese gjyqësore ka thonë s'ka përgjithësi komanduse. Dhe tash nëse që ju ka lecu nëse nuk ka pas përgjithësi komanduse, vërtetu me BJK-s, hajde jekin fajtorët. Dëshmi në avon. Po, hashim thoa që mas lufte. Pra, po flasim mas lufte, kur u kry lufta, ky kryeministër, një farë kryeministri, edhe me pas djeni që po ndodhë në konviktin e shkollës në Gjilana, po kjo është absurditet. Deklarata e plot, e pa prerë, e tregon Kajtazin. Do më thonë, ky e lërë me që deklarat. Po jo, se ka tjera deklarata. Së gotë në miqë. Teksa specifikon si pjesëtar të OÇK-s kanë kryer krime, sepse për krimet e luftës ka gjykime të formave të prera nga gjykatat vendore. Këta njerëz janë të pafajshëm. Por qëta kanë thonë, miqë, fjala kur del, plume që del, nuk thejnë mu. Nuk mush me lati këtë që ka bo Kajtazi, që ka thonë për OÇK-n, ose për ishështar të OÇK-s. Shkojnë amiq. Deri sa të vërtetohet e kundërta. Sidoqoftë, këta e kanë udhëhequr një luftë që sot na jemi të lirë. E mirë e keqe. Me gabime, pa gabime. Kanë bo gabime. Unë kam thonë këtë studio edhe në plot vena. Po, OÇK-ja ka kry krime lufte. Po, OÇK-ja ka kry krime. Ky nuk e tha kështu. Po shkojna me që edhe pak? Po duhet me zgjedh kush.
UÇK-ja apo individ brenda UÇK-s. Sepse ka dallim, sepse në shumë pjesë të aktakuzës quhet ndërmarrje e përbashkët kriminale. Kemi folë për atë pjesë. Pjesëtarët të UÇK-s kanë kryer krime lufte. Pjesëtarët të UÇK-s kanë kryer krime lufte, prap e përsërit. Po e kësë është kjo kur gjë, që tash edhe pak, bilim, mos gabofsha, për qitë sen që i ka fol, e pa të në rejnë kafe në Prishtinë. Mos gabofsha, më doke që po së mi sigurt. Shkojnë amis? Janë vërtetu edhe në gjykata. Kanë kryer krime lufte, po duhet me zjetë. Hajde ta lexojmë aktakuzën e sotme të zgjerume. Përmendet Rasti Budakovës. Edhe një pyetje veç, unë nuk e di çish po mund me thonë kë, që po mundohet me shpërla këta që kishës ka thonë, me sy në ballë, po mundohet me na hudh i syve. Sa herë përmeni që këja ka kry krimi, po kjo vërtetu nga gjykata. Si ka mundësimit? Ta përkujtojnë që na hambare qau? Zdi, shkojnë amic? për shembull përmendet Xhiloni konvikti. Po, aty flitet për periudhë mas luftës. Nuk flitet për luftë. Është periudha mas luftës. Sepse gjykata speciale ka mandat deri në fund vitit 2000 në konvikt. Kajtazi që asaj kohe alarmonte për cënimin e sigurisë juridike nga funksionimi i gjykatës speciale për shkeljen e të drejtave njerëzore të të akuzuarve. Do me thonë, na si Gonë tash miq. nuk duhet me duru këto. Nuk duhet me duru, ose po më intereson kush janë atje. Ka të bëjë me sigurinë juridike. Ka të bëjë me njerëz të cilët kanë luftuar për këtë vend, kanë dhënë gjak për këtë vend. Apo kupton? Na duhet më kujdes për drejtat e këtyre tash. Nuk duhet më kujdes as për Hashimin, as për Recepin, as për ato. Për drejtat njerëzore tyne. Drejtat njerëzore janë tu shkel në mënyrë flagrante. Që është problemi. Kjo fushat e udhëhequr nga eksponent të lidhur me pushtetin, Po, për çon prit. bindjen se ky regjim e ka kanalizuar energjinë e vet politike më shumë drejt sulmeve ndaj kritikëve, sesa drejt kërkimit të drejtësisë për ishkrerët e luftës. Shkojnë amic, go. Nuk mundet kjo gjykat në asnjë mënyrë, nuk ka asnjë kuptim nëse nuk akuzohet zoti Thaçi. Pra unë pres që zoti Thaçi me u akuzu dhe pres që ka muj marë sa i veç me ultu për hapë. Qka është kjo i ndërum? A ka thonë as pas ka thonë? Nuk mu është të me shpejla këto sene që i dush ti. Kjo është Vebi Kajtazi. Se s'pelen drita mirë me asi, po është Vebi Kajtazi. Nëse nuk më beson, dërgo më në email, ta dërgoj edhe e shef. Nuk mu është me shpejla sene ti që i dush ti. Shkojnë amic? Ka punu, jo i keni bo argat sërbis. Se këto original Jo i këto keni bo falë. argat sërbis. Se këto original këto Jo i keni bo argat sërbis. Mos fal se çaj emisionin edhe nuk flet më çfarë. Mos fal më. Po pato nuk mundesh kështu, pato argati servis lejej. Ky gënjeshtor. Që ti ju i keni bo argat sërbis, i thot ti në faton klinakot. Kështu që ndërun, nuk mundesh me nashit kifle, mos me thonë një sen tjetër. Miq, kjo ishte video për sot, respekt për secilin, mirë pafshim videot e radhës. Kështu që ju përshëndes, like, share. Kush ka mundësinë e subscribe, ja di për falmer, ne follow në Facebook. Kështu që mirë pafshim miq, Zoti ju rujt.